Se dikush ka shfaqur një bidat ose devijim ose bën mëkate haptas, atëherë jemi të urdhëruar gjithashtu që ta bojkotojmë dhe të largohemi. Edhe këtu duhet leçitja, domethënë që të jetë izolim për ta që mos dëmtohen të tjerët. Domethënë atëherë është obligim. Dhe përket ka do thotë afati për bojkotim të njeriu të tillë është derisa ti largohet atij devijimi ose deri në vdekje. Dhe pas vdekjes gjithashtu. Kam thënë dietarët se bidatxhiu bojkotohet kur është gjallë dhe pasi të vdes, duhet të bojkotohet. Domethënë mos ketë lidhje me të njeriu në asnjë mënyrë. Ka thënë Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-hajru fi dhati Allah la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Domethënë hajri ose bojkotimi për hir të Allahut nuk është i kufizuar me kohë të caktuar. Bal yuhjaru al-mubtadi'u hayyan wa mayyitan. Por bidatxhiu bojkotohet gjallë edhe pas vdekjes, gjithashtu duhet të bojkotohet, edhe të shkputet nga mesi i muslimanëve, sepse smundja e tij është smundje e rëndë, vdekje prurse, edhe është ngjitse që përhapet. Prandaj duhet patjetër të kputet, domethënë ajo pjesë. Dhe ky bojkotim, kjo shkputje është ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë me këtë besimtari pasuesi i sunetit e adhuron Allahun. Domethënë pse i largohesh atij që bën keq, për shkak të keqes, për shkak se ai e ka kundërshtuar urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë lloj të shkputjes dhe largimit e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe argumentet janë në librin e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë kanë praktikuar sahabët dhe pasuesit e sahabëve tabiinte të tjerë, domethënë dietar deri në kohën tonë e përmendin këtë se është obligim dhe është adhurim ndaj Allahut që të largohet dhe të bojkotohet njeriu i devijuar me bidate, që është më e rënda, domethënë nëse fut dyshime dhe shtrembrime në fe, ose kur i bën mëkate të haptas gjithashtu, po ashtu do thotë largohet dhe distancohet. Edhe këto, domethënë këto janë rregullat e fesë Allahut, dhe kjo është ajo që e kanë zbatuar sahabët dhe selefët në përgjithësi, domethënë vazhdim dhe në vazhdimsi deri në kohën tonë, kurse njerëzit e bidatit është, domethënë këtë që luftojnë më shumti. Edhe kjo është ajo që u pengon. Bojkotimi i njerëzve të bidatit. Edhe këtë sulmojnë, edhe i sjellin argumentet e përgjithshme, siç është ky hadith, domethënë nuk kemi dyshim, as nuk kemi kundërshtim të këtij hadithi, por kuptohet qartë nga hadithe tjera dhe nga veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këtu ndalesa ose ndalimi i bojkotimit është për çështje të dunjas, kurse për çështje të fesë dhe për hir të Allahut nuk vlen këto argumente. Njerëz si Ikhwanul Muslimin ose hizbit e kështu me radhë vazhdimisht të sulmojnë këtë parim, sepse kjo është ajo që u pengon planet e tyre për përhapjen e devijimit. Edhe ata pretendojnë se duan të bashkim të muslimanëve, edhe duan domethënë harmoni mes muslimanëve, domethënë që të jenë të lirë deportojnë kudo të muslimanët, edhe ti përhapin devijimet e tyre. Dhe çka është edhe më e fllihura për fjalëve të tyre është se thirrësit për kapje pas sunetit, thirrësit që ata që thrasin për sunet dhe që luftojnë bidatin, ata i emërtojnë përçarës, kurse suneti asnjëherë nuk ka qenë përçarje. Domethënë Allahu i ka bashkuar sahabët në një rrugë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimanët kanë vazhduar të bashkuar në këtë rrugë. Deri kur? Deri kur janë shfaqur bidatet. Edhe tani pas shfaqjes bidateve thonë këta medhalit ose këta selefit medhali, rebjovca, dojnë të përçajnë muslimanët duke pretenduar për të kthyer në sunet. Domethënë ai që thret për të kthyer
në atë rrugë ku kanë qenë muslimanë bashkum, ky do mi përça muslimanë. Kurse ne që i kemi përça dhe kemi sjell bidatet, e dojmë bashkimin. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se do të ndahet ummeti. Ka thënë se taftariqu hadhihi al-umma ose ummati ala 73 firqa. Do të thonë ummeti im do të përçahet, do të ndahet në 73 grupe. Kjo patjetër do të ndodhë. Edhe nuk ka thënë që të heshtet për bidatet. Por ka thënë të gjithë janë në zjarr, në xhehenem, përveç njënit. Vetëm ai një që ndahet nga këta 73, do të thënë nuk i bashkangjitet 72 tjerëve, ai që është i ndarë me i qartë dhe i thret të gjithë të bashkohen në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është i shpëtuar. Kulluha fi an-nari illa wahida. Do të thonë gjithë janë në zjarr përveç njërit. Kan thënë sahabët e mençur, si tham më herët, do të thonë me mençurinë e thellë, nuk kanë thënë po pse ti përmendim këto, ata fshehim këtë hadith se mos ta përdorin rebjovcat ma vonë, mas 1400 vjetëve do ta përdorin se ndahet ummeti e kështu. Ta fsheh, jo, kanë pyetur cili është ai një grup. Ne duam të jemi te ai njëri që është i shpëtuar. Nuk na intereson pretendimet dhe propagandat e atyre që propagandojnë, domethënë për bashkim dhe kundër përçarjes, rrënjshëm, do thotë. Nuk na interesojnë propagandat e tyre. Na intereson të jemi te ky grup që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të mundohemi me mësim, edhe me praktik, me pastrimin e zemrës, edhe që të përpiqemi gjithmonë të kemi fjalë dhe veprat në përputhje me këtë grup që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sahabët kanë pyetur cili është ai një, cili është ky një grup që do të jetë i shpëtuar. Ka thënë men kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Do të thënë ai është grupi i cili është në rrugën në të cilën jam unë sot dhe sahabët e mi. Ai është grupi i shpëtuar, kurse 72 tjerë janë në xhehenem. Edhe prandaj kush ja do të mirën vetes, nuk ka nevojë të polemizoj me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta kundërshtoj. Domethënë nëse ja do të mirën, se kur t'ja përmendësh këtë njerëzve të devijum, thonë si ti veç për veti, ti mendon se vetëm ti je në xhenet edhe ajo është tjetër, krejtësisht tjetër temë. Domethënë kjo është këshilla e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur deri te ti. Ti interesou ti është te ky grup. Lejat ne nuk e kemi në dorë xhenetin dhe xhehenemin. Ai është vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Por ne përpiqemi të jemi në atë rrugë që na ka garantuar Allahu dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, se është rruga që çon në xhenet. Kjo është ajo për cilën jetojmë në këtë jetë, edhe mundohemi, përpiqemi që të jemi në këtë rrugë. Jo se ne ja kemi garantuar vetes edhe i përjashtojmë të tjerët. Si bajnë jahudit, të cilët domethënë e kanë të drejtë të lindjes. Nëse ka lind me prejardhje jahudie, domethënë e ka të siguruar xhenetin, kurse të tjerët pa marrë parasysh sa janë të mirë, si adhurojnë Allahun me tauhid e kështu me radhë, i ndjekin pejgambert, për atë sipas mendimit të tyre, ata nuk hyjnë në xhenet asnjëherë. Prandaj, domethënë dallimi është ky, nuk është se njerëz të devijimit përdorin, domethënë kështu propaganda, vetëm fjalë kështu të tmerrshme që i friksojnë njerëzit. Do thotë, nuk themi se një fis i caktuar ose një popull i caktuar e ka ose një person i caktuar e ka të garantuar xhenetin. Përveç ata që janë me shpallje, që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata themi, kurse tjetër njeri nuk e ka të garantuar. Por ka rrugë të garantuar, edhe vepra të garantuara, besim i garantuar, se është besimi i xhenetit. Edhe përpiqemi që ta ndjekim atë. Dhe i paralajmërojmë të tjerë se u duam të mirën. Domethënë i paralajmërojmë që të ruhen nga devijimet dhe ta ndjekin udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.